Selamu alaikum, wa alaikum salam wa rahmatullah. Çka thoni ju nëse dikush e përkthen një titull të madh në gjuhën shqipe, si për shembull Fethul Bari apo Fetavën e Ibn Taymiyes nga gjuha arabe, a është e nevojshme? Varet. Normalisht se kur kemi biseduar me ulemat për përkthimin e librave bazor, në gjuhën shqipe ata kanë qenë në kundërshtim. Dhe kanë thonë se nuk është mirë të përkthejnë librat bazë në gjuhën amtare të popujve jo arab, sepse ai që arrin të lexon këto libra duhet ta mësojë gjuhën arabe. Ai që lexon gjuhën arabe dhe mos ketë defektet që i përmenda unë më herët. Por pasi që kjo është bëma dukuri që përkthehen këto libra, atëherë nëse i përkthehen dikush nga arabishtja dhe që i njeh imamët apo ulemat e librave të tillë, atëherë do të është herë. Domthonë se këtu ka një element tjetër, domthonë kultura islame në mesin për shembull shqiptarëve vlerësohet në librat e përkthyer. Për shembull kalumën për 70 vjetëve kur duam ta dimë në çfarë niveli ka qenë vetdia fetare apo kultura fetare islame tek shqiptarët, i referohemi librave që janë përkthyer dhe janë përfiluar në atë kohë. Edhe mendoj se edhe sot nëse kemi shumë libra të përkthyer dhe të përfiluar, kjo do të ndihmon që të dëshmon për statusin e avancuar të kulturës islame që ekziston në mesin e popullit tonë. Mendoj se kjo është si vlerësim përfundimtar se nëse ka nevojë, duhet të fillojmë për librave bazor, të përkthejnë librat e nevojshme të rëndësishme dhe të vazhdohet, domethënë sipas nevojës, duke pas parasysh gjitha shtresat, për shembull mos të përkthimi i librave të Ibn Taymiyes u flet në shtresat të caktuara të intelektualëve që kanë nevojë për çështje intelektuale të islamit. Po ka nevojë për libra për fëmijë, ka nevojë për libra për gra, ka nevojë për libra për pleq, ka nevojë libra për masën e gjerë, ka nevojë për libra për fillestar, ka nevojë libra për ata që kanë kaluar fazën e parë. Domthonë kemi nevojë që shtëpitë botuese serioze që ekzistojnë tek muslimanët shqiptar duhet të kenë një vizion dhe plan program të caktuar që do t'i ushqejnë të gjitha shtresat e muslimanëve me libra që kanë nevojë ata për ato.